Shqipëria e përjetshme, vuajtja si zgjedhje, jo si dënim. A duhet të qajmë apo të gëzojmë për Shqipërinë? A duhet të ndjejmë krenari për këtë copës toke që i kam vjetuar historisë, apo dhimbje për popullin që refuzon të zgjohet nga gjumi shekullor i nënshtrimit? Shqipëria, kjo tokë që është grabitur, shyrë dhe vrarë nga të gjithë të huajt dhe të vetët, vazhdon të mbijetojë. Por me çfarë çmimi? Grabitqarët nuk kanë munguar kurrë. Kanë ardhur me flamuj të huaj, kanë ardhur me logo partish, kanë ardhur si president, kryeministra, si ministra, si drejtor, si oligark të mbuluar me kostume dhe të pafytyrë nga turpi. Dhe Shqipëria? E heshtur. E gjunjëzuar. E shtrirë për tokë, por kurrë rebele. Një vend që zgjedh të vuajë në pafundësi, sesa të zgjohet një herë e mirë për një fund të tmerrshëm, por të vetin. Siç shkruante edhe atë Gjergj Fishta me një dhimbje profetike. Të mirë keni me mbet për jetë. Dhe pikërisht kjo është tragjedia jonë më e madhe. Jo se nuk kemi pasur heronj, kemi pasur shumë. Jo se nuk kemi pasur shpresë, kemi pasur me shumicë. Por sepse kemi zgjedhur t'i lëm heronj të vdesin të vetëm dhe shpresën ta mbyllim në burgjet e indiferencës. Sepse kemi zgjedhur vuajtjen si normalitet, padrejtësinë si përditshmëri dhe turpin si pasaportë kombëtare. Shqiptari nuk rebelohet më. Ai ankohet në Facebook, bën humor me tragjedinë dhe pastaj shkon të pi kafen si të mos ketë ndodhur asgjë. Ai nuk del në rrugë, nuk kërkon drejtësi, nuk kërkon ndryshim. Ai hesht. Hesht kur ja vjedhin tokën, kur ja helmatisin lumin, kur ja vrasin të ardhmen. Hesht edhe kur i largojnë fëmijët nga vendi, kur i dhunojnë të drejtat, kur ja shesin shpirtin për një tender. Kjo është Shqipëria sot, një vend i bukur i pushtuar nga frika dhe servilizmi. Një popull që ka zgjedhur të jetë viktimë dhe jo luftëtar. Një kombë që ka harruar se liria nuk të falet, por fitohet. Dhe në këtë vend, çdo ditë që kalon pa një revolt, pa një ngritje, pa një boll më, është një ditë më shumë që provon se Fishta kishte të drejtë. Të mirë keni me mbet për jetë. Sepse nuk është fati që na ka mallkuar, jemi vetë ne që kemi zgjedhur këtë mallkim. E ndoshta, ndonjë ditë, kur të kemi humbur gjithçka, edhe tokën, edhe gjuhën, edhe shpresën, atëherë do të kujtohemi të pyesim veten, a ishte vërtet më e lehtë të kishe një fund të tmerrshëm, apo një tmerr pa fund?